Kjo është padyshim një armë e njerëzve të ulët, të poshtër, dhe muslimanët në këtë rast tregojnë përsinë e tyre ndaj tyre, sepse muslimanët nuk ja kthejnë me të njëjtën masë atyre. Tash, për shembull, pse ata nga të cilët buron ky ofendim janë krishterë, atë fillojmë edhe ne të tallemi me Isaun a.s. Jo. Muslimani është më i ngritur, pra, më i madh se sa ta kthej të njëjtën me të njëjtën formë dhe të njëjtën metodë. Kjo pra e tregon e përsinë tonë, fillimisht. Dhe dyta e tregon atë poshtërsinë e tyre. Dhe e tregon atë dyftyrsinë e tyre dhe standardet e dyfishta, sepse në këtë rast shumë i trumpetojnë disa të drejta, kinse e drejta e lirisë së shprehjes, mirë po nëse e mohon holokaustin e harojnë lirinë e shprehjes. Pse te holokausti s'pas ka liri të shprehjes? Ose vjen dikush i cënon jehudit e quajnë antisemitizëm. Pse në këtë rast nuk ka liri të shprehjes? Dikush madje edhe homoseksualet nëse i cënon e quajnë homofobizëm, e quajnë si një lloj smundje, pra, e harojnë në këtë rast lirinë e shprehjes. Kjo tregon atë standardet e dyfishta. Kur vjen te muslimanët, pra në një rast që i ofendojnë 1.7 miliard njerëz me një ofendim që është më i rëndë për muslimanët, se sa të ofendonin prindrit e tyre, se sa të ofendonin familjarët e tyre, në këtë rast liri e shprehjes.